Megjithse vera në Finland deri më tani ka qenë relativisht e freskët, me temperatura që kanë arritur vetëm deri në 21 gradë Celsius, atmosfera verore nuk ka munguar në kryeqytetin finlandez. Sot finlandezët festojnë Juhannusin, festën tradicionale të mesverës, e cila simbolikisht shënon pikën kulmore të sezonit veror dhe ditët më të gjata të vitit. Për shumë familje, kjo është një nga festat më të rëndësishme të vitit, e lidhur ngushtë me natyrën, liçenet, saunat dhe pushimin. Pamjet realizuara në plazhin e Hertonie Miranta tregojnë se pavarësisht temperaturave jo shumë të larta, qytetarët kanë nisur të shijojnë ditët e verës. Plazhi është mbushur me vizitorë, familje dhe të rinj që kanë zgjedhur të kalojnë kohën pranë detit, duke përfituar nga moti i kthjellët dhe atmosfera festive e Juhannusit. Pas një pranvere dhe fillimvere me temperatura të moderuara, shumë banorë të Helsinkit shpresojnë që pjesa e dytë e sezonit të sjellë më shumë ditë të ngrohta dhe me diell.